Kullat të rafshit të Dugaxhinit, eksponante dhe ndërtimet e vjetra që popullin e Kosovës e identifikojnë janë të shumta. Dhe këtë trashëgimi populli ynë e ruan me shumë fanatizëm brez pas brezi. Lufta e fundit thuajse gjithçka shkatroi, por shumë nga këto kullat e djegura u ndërtuan me të vetmen arsye ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Secili qytetar ka dashuri ndaj këtyre objekteve dhe secili ruan ato me shumë fanatizëm. I tillë është edhe Mustafa Lokaj. Dashuria e tij për këto monumente e ka shtyrë ato që sot në moshën 73 vjeçare të gdhënë në dru shumë kulte në mënyrën më origjinale të mundshme. Ndërpunimet e shumta të Mustafa Lokaj është shkulla e njohur e adhërtarit të shquar shqiptar Haxhi Zekës. Këto është hymja kryesore, jo familjare, po hymja kryesore kjo derë si shihet këtu, është 2 kreq e mshelun me drang. Sigur i kanë mshel për paran, e sigurt. Ka qenë depo. Haxhi Zeka në këtë pjesë, në këtë katin e pare ka qërzuar si depo që shthojnë sheqerit, kafes, duhonit, biberit e tjera, ma shumë gjera ushqimore ka pas në katin e parë. Në këtë anën tjetër, kjo hymje tjetër, është hymje familjare ka oborri, kjo derë këtu. Kurse kjo dera tjetër, është një dhomë e vogël në katin përdhese, por ka qenë që shtojnë, që shkom digjuni për njerëzve vjetër, që aty ka pas ka rujtë senet ma me vlerë. Senet që kanë qenë me vlerë të madhe, i ka majtë por në këtë, duhet me konë dika kjo dhomë 3 me 3. Këtu e në dhomat e Thjepjes. Jënë 3 dhoma, edhe 2 dhoma i kanë qëto, një dhome i kanë qëto dritare, edhe një dhome i kanë qëto dritare. Kjo kat e ka edhe një dritare në këtu. Dhoma. Kati 3 është dhoma Oda Musafirve,
fillon pekti i qoshit, këto janë quajmë dyshëklak, po ata ai zotëria kishte pas përdor qëtë pjesë dhomë oda musafirve. Është prej këtuhit, i ka këto dritare, edhe këto 2 dritare, kështu që kjo është oda e musafirve që shihet edhe mrenda që shokon, se kom qenë edhe e kom pa aty. Këtu është një dhomë, dhoma e tinj, ashtu thonjë se është dhoma e tjetës e Haxhizekes, e ka edhe një dritare kënenej. Kjo është një dritare korridorit, kjo është dritarja vogël e banjes. Banja në këtë kull ka qenë, vetëm në këtë kull, unë deri me tash e kom pa që banjën ka pas mrenda kullës, jëtë qitë në jashtë. Banja ka qenë mrenda, edhe këto e në dritaret e banjes. Kjo është një dritare e kësaj dhome këtu, si po shihet, kështu që secili kat i ka pas 3 dhoma. 3 dhoma, edhe plus i kanë pas banjet. Banjet i kanë pas për mrenda. Kull e gdhendur në Dru, është edhe kulla Ram e Zeqir Halilit. Kull kjo që si pas gojdanave, thuhet se ka qenë kulla e familjes e kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha. Por një fakt është më si i vërtet, se në luftën e fundit në Kosovë, kjo kull ishte si shtabi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për ata të cilët kalonin kufit për furnizim me armatim. Ndërtuar këtë kull që në originalitet e filmatës Vitin e kalum dika ka gushti, kom qenë në Baramcur, ka e më këthy, kom dëgjua dhe për kullën e ashtu quajtur Sali Berishës. Të i ditë që ka qenë shtabi i UÇK-s gjatë luftës, 1998-99, është mas e vërtet, edhe kështu më lindi ideja me punu këtë kullë. Edhe përmbajtje edhe dëgjova se është kjo kulla e babës edhe e agjes e Sali Berishës, kryeministrit të Shqipërisë. Kështu që kom qenë 2-3 herë, kom vizituar, ma ka marrë mendje që muj me punu ashtu original qysh është. Kështu që kom filluar dika mbarim gusht vitit kalum, edhe para do kohë kom krye. Kjo është kati i parë, tu po shihen 2 dyrë. Kjo është dera, ashtu quajtur shtëpia e robëve, por në këtë anën tjetër e kanë pas edhe një kullën e gatë që e kanë quajtur 2 katëshe. E mendën për këtë derë, këtu është ogjaki në këtë pjesë, kësaj ane, ku kanë terë mishin, kanë marrue, kanë pjekë raki, kanë rujt gjërat ushqimore, tushinet të ndryshme, kompira, arra, shka pa di une, si depo, por edhe është shfryzua edhe për gjërat ushqimore. Kjo derë që shihet këtu, kjo është ahri. Ahri që i kanë muju kualt të shalës, musafir kur kanë ardhë. Kjo është dritare e ahrit, këtu. Kjo kull është pak si në shpat. Këtu nelt është ma nelt e ka është ma poshtë. Kështu që është këtu një pjesë e gurve, është për më mujtë me hingjoja ma kalaj, se është
Dika ka një 70-80 cm është ma poshtë, shpati qysh është, edhe kështu që ky është kati i parë. Ky është kati i dytë, ku shihen. Këtu shihet edhe dera e katit të dytë. Këtu kanë, për këto shkallë kanë ardhur musafirët edhe janë i mrenen, kurse shkallët për me shku në katin e tretë kanë qenë mrenen, jo jashtë. Ta shihet 3 katet, pak ma kjartë. Kati i tretë edhe nga brenda është punua, apo? Katin e tretë e kom bëhe od musafirve. Od musafirve këtu, në realitet kanë qenë edhe 2 dhoma, por unë e kom punua më pa od musafirve originale qysh ka qenë. Kuptohet, këtu shihet o gjaku, drumt, qerga vogël, të kënene është qerga madhe, loma që me po dritë, në këtë vend është majtë. Pastaj e kije, është e shtrume me qerg, po mi qerg jënë shtrume dhe qëllimet, kanë shtru qëllimet, sidomos për ndonjë gazmend, janë jestak të rreth si janë pështet, apo si lloj mineri. Është trapazani, si e quajmë trapazani që janë hi, deri këtu kanë hi me këpucë. Kurse në këtë pjesën tjetër ka qenë e shtrume një farë qerge, deri të o gjaki mi prodrunt, mi dhez, o gjaki në zemin edhe këtë. Këtu e është quajt trapazani, këtu ka qenë një tangar, ku kanë qitë prushin për mundze këta, këtu të cilë kanë ullë. Këtë pjesë këtu është një farë ormani ose dalapi e kanë quajt, me lon end buken, end të ushqimit, shkapatijunit, këtu. Ky është dalapi që e kanë majtë gjezvet, kafën, sheqerin, kuptohet i zoti i shtëpis. Këto e në dallap që i kanë majtë senet ndryshme, edhe kuptohet dera është po këtu, e punu me kësi lloj hoteli. Kaq për sa i përket kësaj Katit tretë. katit tretë. Kjo është kulmi, kuptohet, edhe e vendosim këtë formë. Kulmi është i punum, kuptohet prej qërëminët janë punum prej drunit kundës. Edhe ngjyrën e kanë origjinale ashtu që ka kunda. O gjaçet janë 3 o gjaçe i ka kjo kull, ndeja. Në këtë pjesë është 3 pikësh, kulla 3 kate është 3 pikësh. Kuptohet, i ka një o gjak nenej, edhe 2 o gjaqe nenej. Si shihet që kjo gjaki është i kësej dhomës ka shtëpisë zjarrit, ky i sobës burrave, edhe ky është o gjaki i para dhomës së divanhanës që ka qenë. Jo vetëm kullat Mustaf Loka i ka gdhendur, por edhe shumë monumentet e tjera, siç kanë qenë mullit për bluarin e drithit, objektet e përpunimit të qelesheve, e shumë kultet e tjera që në fillim shekullin e kaluar kanë qenë edhe si ndërmarrje prodhuese.
Kjo është një objekt i vjetër që përpara jën shkel zhguna që jën punu për leshit. Jën marru në vek, si qëlyma, si pelhura, por të punu me për leshit. Edhe atë materiale kanë quen në këtë objekt e cili është qujt valanica, ose tërstila, dikush tërstila, dikush valanica, veç këto ka pasën, mas shumë të ka pasën unik, se aty reniki pe lumit të renik e kanë marë ujt edhe e kanë shtinë në fuqin nëpërmjet këtij cilindrit këtu që është. Këtu është një luk i cili shpejtësia ujt e ka sjell këtë cilindrin edhe nëpërmjet tyne me anan shihen këto pereka që i kanë që kiqat nelt e poshtë ka qenë një kurit e madhe e mushne me ujt ka ardhur në atë kurit pe këti lukit, edhe mrenen edhe i ka shkel zhgunat, i ka lag zhgunat atje mrenen, edhe këta cungat i kanë qujt cunga, se kanë qenë të mdhajt. Ky është kulmi i këtij objektit, shihet këto o gjaki, është i koni mlume me qërimin e kësaj, edhe vendoset këtë pjesë kështu. Kjo është një fabrik e vogël që është përdorur përpara vesha kombëtare të tjerë që i herka me Gjamedona, Gjaponja. Ky objekt ka gjendet në fshatin e Isniqit, që ki mullim. Kuptohet, këtu është dalja ujt, ka është hymje me logj, se dy burve të mullimit, e kanë kuptohet djera, një dritare këtu, o gjaki, kulmi dhe është qisoj. Çdo datë historike e jetës së Mustaf Lokaj dhe çdo datë historike e popullit shqiptar është skalitur në dru me mjaft përkushtim e dashuri. Gjithçka çfarë ka rrethuar në jetën e tij, ndoshta për shumë kënd edhe gjëra primitive, Mustafa i ka gdhendur në dru, që të paktën t'i kujtoj ato kohë të vjetra. Gjithsej kom afërsisht një 60 eksponate, 60 punime, që i kom të më ndonë. Kom fillu me punua me to mas luftës prej vitit 1999 deri me sot merrem me gëdhenin e drunit me përpunimin e këtyre eksponateve, si mi quaj. Kjo këtu shihet përpara një përdorë. Këto kanë qenë mjetet kryesore të mjeshtrisë,
shihet sakica, sharra, dorë, shujt, teslica dhe briski. Pastaj e kemi këtë eksponat shumë i vjetër i shqiptarëve të Sicilisë, ku atje është blu milli para 2000 kusur vjetë, me mendimin e tërheqjes kafshës. Tu shihet gomari që është me këtë mehanizëm e kanë blu millin para 2030 vjetë. Kjo është unori guri zjarrt edhe eshka që kanë dhezë për para cigaret të tonë, se nuk kanë pas që brita, nuk kanë pas zjarë, për shembull në mal kur kanë shku ose në bjeshk ose e kanë përdorur unurin me eshk. Kështu që kanë dhezë dohan, kanë mujtë edhe me dhezë edhe zjarin, në ndimin e eshkave e tjera. Veglat e punës të kosës këtojnë, në kosit livadin. E kemi kosën, ku është cekat në kull edhe me qekiq. Kjo është grabuja, e mbledh ushqimin, sonën, tajnë të forshit. Këto janë amelet e vekit. Veki ku është punu shguni, pelhura, qylymat, qershafat, shokat, jënë punu në vek, për parën. Ta shumë pak përdoret, ose heq. Kja pjesë këtu është punu ma tepër leshi. Mas pari leshi është pastru edhe është me këta e në kërhon, ku është shprish leshi edhe është përgatit për mi qitë në fork, për mu tjerë, mu bo pen. Pejve kanë shku në koshin e drithit, shijet koshin e drithit, këtu pejt jënë tendun, për mu mujtë me i bo zhguna. Kjo është një vegël që i kanë randit edhe quhet mlojsa. Këtu nuk ka ditë çdo kush me punu ta. Veç në i plak shumë e skath, i ka du se me këta pej këtu ujtë shkojnë, pej këti shullit shkojnë në vek. Këtu është përgatit rendimi i pejve qaq bukur, sa që rrallë kush ka ditë me përgatit, veç në i plak që ka qenë skatë edhe në gru markvjesën. Kanë qenë plakat të cilat të përmendne. Këto është veki me amelet e veta. Veki ka dy shula, shulin e mram edhe shulin e dytë. Që këto është ardhë, është punu, me zhguni i punum. Kjo është shpata, këta e në liqt, në skomcat, ngreci i dorës të shullit parë, dhe këto është ngreci i shullit mram penve. Kjo që kerki, ku jenë nëpërmjet këtyne dy pjesëve, kjo është cjellë, këto është qitë penjt në këtë vegel, edhe me anën e që kerkit është cjellë edhe jenë formue fyzat, që jenë mush me penjë, edhe kanë përdor në fyzat, shihet fyza këtu. Pe kësene kanë shku edhe hinë në pet e zhgunit. Edhe me shpat janë re, këto shihet shpata i cila e ka re. Ajo është ullë këtu, kuptohet. Kjo është kulla ku kom lindë dhe ku jem rritë. Tu shihet vetëm një pjesë e kullës, ku shihen këtu në shkallë e odës musafirve. Këtu është një vegël që kanë sharru drasa për parën, është kjo, këtu kanë punu në këtë mënyrë. Një njeri ka qenë nelt edhe dy poshtë dhe kanë sharru drasat ndryshme. Këtu kanë pushue, kështu që kjo është gjithsejt. Këto e në stanet e bjeshkës. Kjo është stani madh, ka qenë i gatë dika 40 metra, ku është majt bylmeti, bo gjumi, thmive, është përpunu ushqimi, djathi, kajmaki, kutadiuni, tjere. Kjo është stani i musafirve kemi qujtë, kur na kanë ardhur musafirët për shtëpies. Kjo është një objekt ku kemi majt drunët, këtu jemi pastrue, edhe kjo ka qenë mjaft me rëndësi këtu. Kjo është vatha
ose të rishta e dhenve. Ky është bunari i shtëpisë tanë ku kum lindune, në fshatin e Prelepit, me gjenar, kësisoj, është qyline ku jenë latë pastru teshat kuptohet qarshafat e të gjitha jenë pastru në këtë që e kemi qutë qylin, korita, perejka, pecerka, kjo është buria që kemi pi ujë pisenej, është të përnu me këtë pitrunit. Kjo është një vegël përmenda, që është levru toka për paran, kuptohet e është beslidhit shqiptare. Kjo është përmendorja e Skënderbevit në Prishtinë, që është tash si gjinet. Kjo është ABC-ja kur shkruan në Kongresin e Manastirit me 28/11/1908, Luiz Gorakuqi zbuloi drasën ku ishte i shkruar alfabeti i kombit shqiptar, rroft ABC-ja. Kjo ka qenë drasa zezë dhe ka pas formatin e shqiponës. Kuptohet, komb, kret dhe krenat. Drasa zezë ku është shkruar alfabeti i gjuhës shqipe dhe ka zbulu Luiz Gorakuqi, ka pas këtë formë. Kjo është një punim, harta e Kosovës, e cila gjinet një trunk, që i këmë dhonë, ashtu e këmë menu, Kosova në folene vetë. Është rrethuar me gardh në trion, kuptohet ka prendimi, ka veriu, ka jugu, edhe një pjesë është e qelinit në ka, kuptohet. Ka Shqipëria është e qelinit, ashtu e kom para pas që s'ka nevoj me pas këthia din, edhe nuk e kom thurë më gardh, vetëm se është e thurë në 3 anë. Ka Malizi, ka Serbia dhe ka Maqedonia. Kjo është qerja me të cilën përpara njën marë nusit. O kon e mlume me qëllim, është përdor deri vonë, unë kër e martohë, nusën e kom marrë me këtë kërë. Në 1968, kër e martohë, nusën e kom marrë me këtë kërë. Shijet është shumë karakteristik, jam e kuptues që shenë marrë nusit për paran, është shumë, unë më pëlqen njerëz zakonisht e kam kujtim të hatashëm. Kjo shijet kjo, dhegja të kjerit, është e punu me kësisoj kjeri. Kjo është podja dhe ndonë se dikur një funksionar shumë i lartë, sot me pension, Musa Floka i ditën e kalon në këtë avolinë, duke këdhendur monumente nga me të ndryshmet. Punimet e tij ai ka ekspozuar edhe në panajire të ndryshme, madje është ftuar që këto eksponante t'i ekspozoj edhe jashtë vendit. Kom marrë pjesë në kom pas 2 ekspozita në Prishtinë kom marrë pjesë në artizanateve, në vitin e 2006 dhe 2005, kom marrë në 3 herë kom marrë pjesë në 3 eksponate, kom qenë edhe një herë në fshatin e Isniqës, kështu që gjithsej kom 5-6 ekspozita që kom marrë pjesë.
Sidomos e harruar trashëgimin kulturore shumë të pasur që ka populli ynë, por as atë në çfarë ka kaluar populli shqiptar, Mustaf Lokaj aktualisht ka filluar të punoj kullën e Zenelbeut të djegur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Tash kohën e fundit jem të punue. Kam punu me disa kulla, por tash jem të punu një kull që është e djegne, që me kujtu, me trashëgimi kur është djegë për vluë Kosova, vitin 1999 edhe 98. Jem të punu kullën e Zenelbegut Pejes, është një kull 3 kate, i kom fotografit këtu, në të senej, është po kja kull, këtu në këtë fotografie, jem të punu shiet që është e djegne, është e të mberushme, këtu shiet shpare mirë që është e djegne, kulmin s'ka, ka gjaqet vetëm, kja është një pjesë tjetër, por ju të regoj se qysh ka qenë kja, qysh është kulla e djegne mrenën. Ka me qenë shumë interesante, se do të punoj edhe mrenën që është, më diktu që është e djegne. Kjo është kull 3 kate, është mjaft kull e bukur, shihet, kështu që ta shkuar në fundit jem të punu këtë kull. Dhe jem bashkë të punu qoshet e gurit, se unë i punoj mas pari këtë konstruksionin bëj. E bëj për një drase molike, ma të përdorin këtë drunë molike, pas taj qoshet i punoj unë me këtu e në qoshet e kullës. E këta do të punoj me pas kujtim të luftës, kur jënë djeg, Peje, sidomos Peje, Gjakova, fshatërët e Dugagjin në përgjithësi, që jënë bo shkru me i, e du me pas kujtim. Ka me qenë një punim, i punum për qef temin është të qysh unë e kam të qef. Kur të maroj, është shumë, ka me qenë shumë interesant. Ka me pas. Një popull me mjaft kulturë, mjaft eksponante e trashëgimi. Se cilin nga ne do t'i ruaj ato me fanatizëm të madh. Edhe Mustaf Lokaj ka dëshirë që këto vepra të ruhen e trashëgohen nga pasardhësit e tij. Pasi që, siç tha ai, këtë nuk e bën për biznes, por thjesht për një dashuri ndaj trashëgimisë kulturore të popullit shqiptar. Someone